falenderojmë Allahun Azza wa Jall, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë që Allah Azza wa Jall e udhëzon padyshim që për to nuk quhet devijim. Nësa ai cili nuk udhëzohet në rrugën e Allahut, padyshim që kjo nuk quhet udhëzim për ta. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç Allahut Azza wa Jall. Dhe dëshmojmë dhe deklarojmë që Muhamedi alayhi salatu wassalam është i dërguar i Zotit, është rob i Allahut Azza wa Jall dhe e meriton pasohet suneti i tij deri në ditën e gjykimit. O ju vëllezër, e po ditë të mira po i kalojmë në këtë muaj të Ramazanit. E njeriu çdo ditë që e kalon prej muajit të Ramazanit duhet me qenë falendërues ndaj Allahut Azza wa Jall. Nga se falënderimi tek Allahu Azza wa Jall është prej kushteve që njeriu t'i mundson me ashtu më shumë nimete, dhunti. A nuk ka kjo dhunti që na pi kalojmë ditët e Ramazanit, njërën pas tjetrin. Çdo herë që na e kalojmë një ditë, falenderoj Allahun, nga sa Allahu të nimet, të bereqet, të dhunti që me e kalu edhe një ditë tjetër të Ramazanit. Wa la in shakartum la azidannakum. Allah Azza wa Jall thot, e në qoftë se ju më falenderoni mua, atëherë Allah thot, la azidannakum. Këto lami, la azidannakum është mënyrë obligime, obligative që ju shtohet Zotit. Allah thot, ti falenderon mua për nimete, ndërsa tek na është obligim që me t'i shtu ty nimete. Që na do të më falenderoj Allahun Azza wa Jall për çdo ditë që e kalojmë me dalon prej ditëve të Ramazanit. Ibadallah, o ju rob të Allahut, إن هذه شريعة الإسلام شريعة مقاصدية. Në të vërtetë, kjo shariat, ky fe me këtë shariat në Islam që është maqasidiyye, do të thonë ka qëllime të veçanta. ما من عبادة في هذه الشريعة إلا ولها غاية سامية. سبحان الله. Nuk ka prej adhurimeve në këtë shariat vetëm se ky adhurim ka vlerë, ka pozitë të lartë dhe të njëjtën gjatë maqaside alije dhe ka një qëllim shumë të madh. Andaj vëllezër, në Islam çdo adhurim që na e kemi për shariatin e Islamit nuk është vetëm hajtashtë, mirë e ka një qëllim të madh, e ka një vlerë të madhe, e ka një pozitë të madhe tek Allahu Azza wa Jall. Dhe na këto do të madhështu çdo ibadet që e kemi në shariatin tonë. Ramadan lahu maqasid azime, lahu maqasid samia. Ramazani ju vëllezër ka qëllime të veçanta. Për shariatin që Allah Azza wa Jall e ka lënë Ramazanit ka qëllime të veçanta. Ju veç na xheru çashtë, subhanallah. Dani jashtë temës, çka të mjeku dhe pëtë thuj me agjeru, çka ndodh me trupin e njeriu? Çka tek një shkencor dhe thuj me agjeru, çka ndodh? Kur kurse Ramazan, qoftë edhe krishterë, qoftë jehudit, ata agjerimi është i mirë, e përmirëson njeriu, qeliza të prore kështu të mëra. Për shkencave të fundit që ka arritur domethënë prandaj Ramazani është për shkaqeve më të forta, agjerimi që njeriu t'ia largon domethënë kancerin. Nuk e lën, se zakonisht kanceri largohet vitet e fundit njeriu, mirë po në qoftë se ti agjeron me këtë agjerim, agjerimi e ban që me i djeg gjithë pasmundit që i kim brenda teje. Gjojnë një mjek që e repozan, por e ashtem të avon prej atyve që janë smut dhe mjekë thotë të nuk mush me agjeru. Për shoshere, nuk ka mundësi, vetë që ka haj agjerimi. Andaj, në himi në Islam, në shariat, dhe në shariat ka shërim. Mi po kështë shërim është më pasi, është qëllim që Zoti e ka lënë, hynore, për i qiellit. O ju vëllezër, andaj dhe thanëm, Ramadan lehu maqasid, me vërtet Ramazani ka qëllime, lehu maqasid samiyye, në vërtet që qëllimet e Ramazanit janë ndriçim, janë parim për neve. Hulliya bil insan an yaqifa ma'a hadhihi al-maqasid. Është e nxehtë për njeriu kur i ndëgjon këta qëllime, se për çka Zoti e ka lënë agjerimin. Nxehet njeriu, nxehet insani, ta këshyri ta shikoj pse Zoti pas ka lënë agjerimin, çfarë qëllime ka. Wa an yatadabbara fiha, edhe të njëjtën gjë këta qëllime me i meditu, me i shiku dhe me i meditu.
المقاصد الأولى qëllimi i parë pse Allah azza wa jalla ka dhënë agjeru tahqiqu taqwallahi azza wa jalla, me ju përmbajt devotshmërisë, me e përmbush domethënë devotshmërinë. Shikoni në ajet, la'allakum tattaqun. Që kanë thonë të parë tonë, e gjithë qëllimeve të ajeteve gjithmonë fund vjen, gjithmonë fund. Allahu po thënë, ja alladhina amanu kutiba alaykumus siyam, o ju që keni besu, është bërë për ju obligim agjerimi. Kema kutiba ala alladhina min qablikum, ashtu që ishin para jush ata që kanë agjeru. E pse? Për qëllimi, la'allakum tattaqun. Me qeni devotshëm, subhanallah. Maqasid ula, gjëja e parë, qëllimi i parë se Zoti për lan agjerimin, koka la'allakum tattaqun. Me arrit devotshmërinë. O ju vëllezër, يصوم الإنسان 30 يوما حتى يتعلم تقوى الله. سبحان الله ju vëllezër. Agjeran muslimani 30 ditë deri sa ta mëson devotshmërinë. Çfarë fat qëllimi i mirë Allah azza wa jall. 30 ditë e mëson çka do të thonë devotshmëria. A bedeni qëllimi çfarë është të agjerimit çka koka. Me mësu devotshmërinë. Hatta yata'allam insan al-khawf min Allah, deri sa njeri agjeran 30 ditë, deri sa njeri të mëson frikën ndaj Allahut azza wa jall. A bedeni çka qëllimi i Ramazanit? Dhe më thonë frikë ndaj Allahut azza wa jall. Që kjo është e taqwa, që kjo është devotshmëri, që Allah azza wa jall për e kërkan bas këtij adhurimi e që ka lënë qëllim. Hatta yughrasa fi nafsihi baraqatullahi subhanahu wa ta'ala. Deri sa e ngulit në vetën e tij, e Zoti më shumë pa mu. Subhanallah. Që kjo është devotshmëri, që kjo qëllimi i agjerimit. Ku të që shkanë të jetu, Allah azza wa jall po më shenë mu. Allah azza wa jall është duke më pa mu, as nuk shikan haram, as nuk flet haram, as nuk përfëndan, as nuk rëmeni as këshir. Pse Allah azza wa jall të besimtari, muslimani, e mëson qëllimin e këtij adhurimi. وقال تعالى thot Allah azza wa jall واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Thot Allah azza wa jall واتقوا الله, keni frikë, bëni të devotshëm. واعلموا أن الله شديد العقاب. Dhe dini mirë, Allah po vjen bi ta'kid, inna ta'kid, po të vjen me vërtetim, që Allah për vërteton veten e vet. Dini mirë që Allahu e ka dënimin shumë tam. Pse o ju vëllezër për ata Allah azza wa jall kështu? Në fillim të ajetit, wattaqullah, ki frikën Allah azza wa jall. E në qënë se njeri nuk e mësan që ka të më thonë devotshmëria, gjatë këtij adhurimit, gjatë këtij qëllimit, pse Zoti ka nuk e të adhurim, Allah po na tërheq vrejtën me dënimin e tij. Inna Allaha shadidul iqab. Në vërtet, dënimi i Allahut është i dhëmshëm, është i rënd. Subhanallah. E taqwa, që në më thonë devotshmëri, o shpyt njani prej të bëhenve, ka thonë përshkuna neve, siklën e taqwa, përshkuna neve që të më thonë devotshmëria, ka thonë el amalu bi ta'atillah, është vepër e cila jo bindet Allah azza wa jall, e tam për Allahun azza wa jall, ala nurin min Allah, me dritën e Zotit, me dritën e Allah, me imanin që Zoti të ka dhënë. Pa iman ku ta me po vepra, pa iman që ta me u bin. Ja ju ledhina amanu, o ju që keni besu po ta, iman Allah po thirr, kutiba alaykumus siyam, është bërë për ju obligim agjerimi, do thonë imanin. Që shka më thonë e devotshmëri, vepër e cila bëhet për Allah azza wa jall, ju bindesh Allah azza wa jall, ala nurin min Allah, me dritën e Zotit, e që ka kuptim, me iman, rëgja thawabillah, shpresan për kësaj vepre, për këtij imanit që e ki, shpresan shpërdimin tek Allahu azza wa jall. Në mësame, Ramadane, imanen, wa ihtisabe, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush agjeran Ramazanin, duke pat iman, duke shpërby, që shka më thanë, rëgja thawabillah, që kjo është takwa. Që kjo është devotshmëri, me shpresu të me këtë agjerim që Zoti ty ka me shpërby, me jekin, me bindje. E kush agjeran Ramazanin,
vetëm se ka arrit falen Allah Azza wa Jall, duke pata me thonë iman dhe duke shpesu tek Allahu Azza wa Jall. Pastaj i vazhdan këtë të vendu duke thonë o tërki maasi Allah, dhe duke e lanë mekatin ndaj Allahut. Nuk është devshmëri me bu mekat. Qysh me iman me bu mekat? Qysh e tregon devshmërinë në Ramazan duke bu mekat? Allahu musta'an. Nuk i takan muslimanit me qenë agjerushëm, me qyrë haram. Nuk i takan muslimanit me qenë agjerushëm, me folë, me përgëju, me buksisane. Shumica ulemave kur kanë folë për përgëjimin, thashë e them dhe kështu në radhë, ka thonë e paksan agjerimin, në thonë e paksan shpërblimin e agjerimit. Pastaj në fund ka thonë këtë vend, me khafetu adhabillah, mi pat frikë dënimit Allah Azza wa Jall. Që kjo subhanallah, në ato që e tharën maherët, wattaqullah, wa alamu anna Allah shadidul iqab. Kini frikën Allah Azza wa Jall, bëni të devotshëm dhe dini mirë që Allah e ka dënimin tonë. Që kjo është devotshmëri kur të agjeron këtë qëllim të agjerimi që Zoti ka dhënë me këtë ibadet, kujta që Allahu Azza wa Jall është ai i cili dënon, është ai i cili jashtë problem dhe të kemi frikën vetëm atij o vëllezër. Por ta e ngjajshëm e lidhur hadithi pasajna është edhe fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam, men lam yada' qawla az-zura wal 'amalu bihi, ai i cili nuk e lën fjalën e keqe, sharjet, ofendimet, përgjigimet. Nuk ta më thonë vetëm organi me bu zina. Jo, zina ban edhe gjua, edhe veshi, edhe syni, wal 'amalu bihi, dhe nuk e lën vepër me ta. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Nuk ka nevojë Allah Azza wa Jall për agjerimin tonë. Pse te kina hanë dhe pinë, Allah është interesant, s'ka nevojë për agjerimin tonë. Mi barancësh shakoka me e përmbush qëllimin e këtij adhurimi, me qenë i devotshëm, me agjeru një agjerim qysh ka kërku Zoti, me fjalë të mira, me dhekër, duke mos shaj, duke mos folë përgëjime, duke mos shiku haram, duke mos dëgju haram, duke mos shkil kome jote në haram, ka muzika, ka sene, nërgau, agjerushëm jam. El-Maqasid al-Thani, qëllimi dytë i agjerimit të vëllezër është et-tawbe, pendimi tek Allah Azza wa Jall. Iftah safhatan jadidatan ma'a Allah. Subhanallah. Muj i pendimit, det të pendimit. Hape fletën tonë e trej me Zotin tonë. Filla jetën tonë trej me Allah Azza wa Jall. Allah. Pe qëta është filla? Thuj Zot, me ty po fillaj jetë trej, qëta është? Safahat gjedite, fleta trej me ty. Filla me pendim, parën gjë me pendim tek Allah. Bitove me pendim tek Allah Azza wa Jall. إذ تأملنا في حديث فيها تركيز إلى التوبة. Në qasë ndalë me a shikojmë hadithin, e shujmi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e rëndit fjallën e tij, po e shtyn fjallën e tij tek pendimi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men sama Ramadane imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush agjëra muaj Ramazanit, duke pat iman dhe duke mendu shpërblimin tek Allah Azza wa Jall, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ati kanë ju falë mëkatet e kaluara. Që kjo është që në fillim thanë më ndalë se të Ameri po e shtyn të pendimi, e që kja i vjen me kuptu të Ameri sallallahu alaihi wasallam po thot këto që a dëshiran për juve me qenë një Ramazan i mirë, i pranueshëm, me iman, shëkarë në fund falën mëkatet. Do më thonë, pëndalë tek Allah, është ditët e pendimit, është muj i pendimit, filla, fleta, treja me Zotin tonë. Pastaj ka hadithi tjetër, men qama Ramadane imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush ngritet dhe falet në Ramazan duke pat iman, duke shpërby, duke pat mendim për shpërblimin ndaj Allahut Azza wa Jall, atij e falë mëkatet. Çka kuptojmë këtë hadith? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin e parë për e qenë bi qawl, në fjalë, thuj astaghfirullah wa atubu ilayh, thuj o Zot pëndom tek te, fali mëkatet. Nësa hadithi i dytë na jep në Ramazan pendimin e vepra, me kame, qumë greto, ba vepra që Zoti me të falë. Vepra,
për ju vepër për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që Zoti më të falë, me t'i falë gjunat e kalune, me pat një jetë tre me Zotin tonë. Falë namaz taravive, hajde pesku falin xhami. Po nuk mund në xhami ku do që t'jesh, namazi mesele, fillan një pendim me vepra, fillan dhe më thonë një jetë tre me Zotin tonë. Por ta jo lezër, edhe ta e timi gjithë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një natë për natëve të Ramazanit ka qenë duke nejtë me Aishën radhiyallahu anha. Dhe Aisha ka thënë oj dërgumi i Allahut. E në qëfëson e ndje, apo e vrej, që është nata e katërit. Çka më thonë? Parandaj, Pejgamberi për e shtyr, më u pendu tek Allahu. Mi thonë Zot faljo. Ashtu që shka në hadith, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. A nuk është kja shtymë pendim tek Allah? A mos mi tatë me ma gjenetit? A mos mi tatë në najsen tjetër? O si janë veprat mija me lullë? Pes e Allah mi fadli, nuk në prej, në thonë prej misive, begative të Allah të zërgjel. Mirë po për e shtymë të kështë tek pendimi, thuj, o Zot, ti i falë, i pranon falem, andaj i falem edhe mu. A nuk është kja pendim? A nuk është kja që Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gratë e veta po i mëson dhe ummetin me hap një fletë tre me Zotin tanë, me fillu një vet i ri me Zotin tanë, me pendim tek Allahu azza wa jall. Afdal al-waqti li tawbati ala wa huwa fi Ramadan. Koha më e mirë për pendim, a nuk është Ramazani? Allah i po s'farë. Gjithë hadithët imam i shiku sillë shtjellë kështu po shprehna na gjanë të kështë tek pendimi tek Allah azza wa jall. A nuk është në hadith që ka orë, që Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka hyrë mimber dhe ka thonë ti amen, amen, e kështu me radhë. Pastaj sahabët ka thonë dërgumi i Allahut, na nuk kemi pa ne që ti ke vepruar kështu. Për çka veprove të thonë amen, amen, për çka? Njëri prej anijeve që ka thonë, është bu lutja për Xhibrili, ndërsa Pejgamberi ka thonë amen, ai i cili e përjeton Ramazanin, edhe nuk ka bu në i vepër, bërë në i vepër, ata nuk pendim, vepër është, thuj o Zot falem, në Ramazan, e nuk e ta këto o Zot falem, a i nuk hinë në mshirën e Allah, andaj subhanallah. A nuk është kja, o ju lëzër, ato që e thanëm, që më pendu të ka Allah dhe vakti maj mirë, ku në Ramazan. Thëtë Allah azza jall, wa tubu ila Allahi jamian eyyuhal mu'minun, dhe pëndahuni të gjithë ju pëndani, o ju besitar, dhe gjane ajetë në nëmende që është udumedar. Pëndani, o ju që në wa tubu ila Allahi jamian, pëndani të gjithë ju të ka Allah azza jall, eyyuhal mu'minun, o ju besitar. Pastaj, la'allakum tuflihun, në fund të ajetit ka arë, në qenë shpëtu. Nuk ka sen më të mirë, nëse ta me shpëtu këtë dynja dhe dynjan tjetër prej çështjeve që ta ngrejnë imanin, të largon prej imanit, prej besimit, është pendimi. Me pendim e runë imanin tanë, me pendim e fitan të më thonë edhe sprovat e soj bote dhe botës tjetër. Mirë po, thanë, dëgja me vëmendje. O ju da otubi Allah i gjemia, pëndanën të gjithë ju të ka Allah o i besimtar. Ajeti tjetër, e ju ledhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. O ju që keni besu, pëndanu me një pendim sinqert tek Allahu azza wa jall. Gjitha thirrjet janë duke u bë, subhanallah, unduru, lejse tauba khasa lil asi, bel hiya haqqun jami'al mu'minin. Allahu akbar. Nuk është pendimi, istighfari, e veçantë për mekatarët. Jo, por gjithë ata që kanë iman, mu'min. Subhanallah. Ramazani, qëllimi Ramazan është pendimi. Pejgamberi Allahut është pendu tek Allahu azza wa jall. Vetë me fjalën e tij ka thonë, brenda ditës 100 herë pendohem tek Allahu azza wa jall. Kjo është ju vëllezër. Thot Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yabsutu yadahu bil-layli liyatuba masi'un nahari. Më të vërtetë Allahu azza wa jall e shtrin dorën e tij në natën që pendohet me katari i ditës. Ku jetin e taravi, Allah e shtrin dorën. Allahu akbar. Ku jetin e taravi, ku jetin natën me adhurime me Zotin. Allah për kërkan pendim për teje.
në këtë muj, për shtin dorën Allah Azza wa Jall, që të pëndohet me katari i ditës, o jepsutu yadahu liyatuba masihu al-layli an-nahar, e njëjta gjallë, ku jete me katar, apo ku jete në namazet, apo ku jete në namazin e taravive, Allah Azza wa Jall e shtin dorën e tij natën, që të pëndohet dhe më kanë me katari i ditës. المقاصد الثالثة الجويمي إتريت يا رمضاني الأخلاق أش مورال الجريمي أش مورال أش بالدكار وإذا كان صلى الله عليه وسلم وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط وقد صلى الله عليه وسلم دنيا بريوش në qoftë se ka një ditë në agjerim, është duke agjeru dhe më thonë atë ditë, fela yarfuth, mos të ofendan, mos të shanë, wala yaskhab, a asë mos të hinë konflikt. A nuk është shkollë në vejtë e Ramazani, akhlak moral. Në Ramazan e ki këtë qëllim, që asë nuk ofendan, asë nuk hinë në konflikt, e asë nuk ofendan prapë, nuk e ofendan e kun me gjuhën tane, a asë nuk merë kur gëjen të shëtane. Kjo është edukat, akhlak. O ju vëllezër, që kuptojnë këta dy sende? E para e kuptojnë me këtë hadith, në thani kuptojnë dy sende. E para është moralin e vetën tanë. Nuk ofendan, nuk shanë, nuk jenë konflikt, dhe e dyta moralin e tjertë. As tjertë, njëjtë në gjallë në më thonë, nuk jetë konflikt me ta, nuk i shanë, apo nuk e fliq as vetën, pa as tjerë. فإن سأجش النبي صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد أو قاتلوا فليقول إني امرؤ صائم. Në qoftë se do njerë të shanë ty, a dëshiran me një konflikt me ty, apo me të mytë Allah në arruj, thuj, në vërtet, unë jam njeri, burë që agjeraj, subhanallah. Çfarë morali edukate, për mbron moralin e agjerimit, për jep shkollë njerëzve, për jep moral njerëzve, nuk i thonë, unë nuk foli keq, unë nuk shaj, unë nuk përlana me ty, unë nuk i konflikt me ty, jam agjerushëm. Dhe më thonë, po e kthejt morali, edukimi, mësimi të kush, krejt që nxerët prej agjerimit. Qala Ali ibn Abi Talib, thot Ali ibn Abi Talib, al-akhlaqu fi thalatha. Morali është në tri sende, ijtinabu al-muharim, ju largu gjinave, harameve, o talabu al-halal, me kërku rrezik të mirë, të halalit, o tawsi'atu ala al-iyal, dhe me ndihmu familjes, me u kujdes për familje, për evlat të të. O ju vëllezër, e fundit, maqasid ar-rabi', qëllimi i 4 Ramazani, hifdhul lisan, është rujtja e gjuhës. Qëllim i Ramazanit është rujtja e gjuhës. Hifdhu siyam ma hifdhu lisan. Rujtja e agjerimit është në rujtjen e gjuhës. Ashtu që shtanë. Në qoftë se njeriu përgojan, shan, ofendan, fliq me gjuhën e tij, le ta den që ai nuk e prish agjerimin. Jo, ama e ka paksim shpërblimin e agjerimit. Derisa del te Allah, apo me një shpërblim të pak, apo me një pranim shumë pak të agjerimit të tij. Qalu ba'du salaf, ka thonë disa prej selefëve, men kadhaba aftaru. Kush rran, ka thonë e ka prish agjerimin e tij. Ka thonë qëllimin e agjerimit këna, agjerimit lisan, gjuhës. Pse në shariatin islam, kur ka ardhur çka të më thonë në shariatin islam apo në gjuhën arabe, as-siyam, është da më thonë rujtja e gjuhës. E shenit të Mërjemi që Allah e përshkru. Nuk i kam folë, në ajet ka arë, ka thonë, nuk i kam folë kërkoj në eqë, Zotin ka obligu. Qëka nuk i kam folë kërkoj në eqë, ka thonë, e ka rujt gjuhën. E për që ata ka bëtë qëllim ulemat, aj, e ka prish agjerimit të prorë ti, amo hyno e ka lidhje me Zotin. Ashtot, a me këpta? Amo të prorë me ti nuk ka agjerim. Kjo është qëllimi i kësaj fjale që kanë thonë të partë. Qale Nebiu sallallahu alaihi wasallam, inni saimun, yadhkuru nafsuhu hatta la yatajarraha siyam, hatta la yufsidu siyam.
Për çka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur në hadith, unë jam agjërushëm. Në hadithin që e thanë më lart, në qoftë se ta me hina i kush komplet me ty, apo ta mu përkau shumë më radhë, çka i thu, i njësaj thu, unë jam agjërushëm, pejgamberi po na shtyn tek vetja e jonë, që po na tregon kujdes agjërimin, mundesh me e prish agjërimin kur njeriu nuk ka moral të mirë, akhlak të mirë. O ju vëllezër, thot Allah azza jall, alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn, a nuk ju kemi bo juve me dy sër, e një gjuhë e dy buzë? Subhanallah. Shumica ulemave kanë thonë, me i dhanë rëndësi, këri ka dy, sy, dy buzë, amo lisan, një gjuhë e ki, që jetë me kuptu kujdesi me gjuhë është e rëndësishme, gjuhë e banë që njërin një aprish ibadetin, një aprish adhurimin, një aprish agjerimin, gjuhë e banë që Allah, ja rapër unë me hinë, zjarë gjenamin, ashtë të qysh kanë nana për hadithe. Qale Nebiu sallallahu alaihi wasallam, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ngritet robi, biri i Ademit në mëngjes, gjymtyrët e tij e kundërshtojnë. Kur e kundërshtojnë? Gjuhën e tij. E çka i thonë? Ittaqillaha fina, fa inma nahnu bika. Gjymtyrët i thonë gjuhës. Ki frikë Allahun për neve, se na jemi me ty. Çka të pantikina me hongër na? Subhanallah. Fe istaqamna, në qoftë se ruhesh, përqëndrohesh, na ke rujt edhe neve për zjarë xhenamit, kam dur, së shka kemi krejt. Pastaj thot, wa in a'wajajna, e në qoftë se janis, bosht, pishperek, gjuhës, fol, o të ndanë, thot na ki morë qafë edhe neve, edhe na kena me hongër krateje. Që ta më thonë kë hadith, gjuha është aja cila i jep dënim trupit tonë, kur del para Allah të zëgjel. Çdo pjesë e trupit në ditën e gjykimit, aja kuranor është, çdo pjesë e trupit në ditën e gjykimit ka me folë, por vetë gjuhës. Allah ta mshit gjuhën, mësu gjuha, miran, rruje gjuhën, rruje, pse ta rrun veprën, ta rrun ibadetin, adhurimin, rruje gjuhën, ta rrun kon trupin tonë për zjarë xhenamit. Pastaj Allah e thot, filla fal dorë, kam, filla fal pjesë të trupit, fol i krejt, shkaki i gjuhës që i ka thonë gjuha dhe më thonë vetit. Andaj Allah në rujt dhe në përmisot me gjuhën që në rujt këtë qëllim tënit, që është në agjerim, është rujtja e gjuhës. Pasaj thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Nuk përqëndrohet imani i robit. S'ka iman, s'ka përqëndrim në adhurim, nuk ka përqëndrim në ibadet, adhurim, s'ka përqëndrim. Pse? Hatta yastaqima qalbuhu, përderisa përqëndrohet zemra e tij. Përderisa zemra si fort atë me zemrë i ka punë. Na thonë çështën rrugë imani, vaj këto, se qëllimi da më thonë e rujtjes e imanit është në zemrë. Da më thonë përderisa nuk ka iman, derisa përqëndrohet da thonë zemra. Da thonë çështën me zemrë. Pastaj wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Krejt po kthehet prapë te imani. Nuk përqëndrohet as zemra, por derisa përqëndrohet kush? Gjuha. E çepi pika, gjuha po ta preshka edhe zemrën, edhe imanin, edhe maker, edhe vepra. Andaj o ju vëllezër, këta ishin domethënë 4 qëllimet në Ramazan, pse Allah zëna ka në Ramazan, ibadullah.